puna në kompani private ma ka shkatru jetën në depresion më ka qitë. Përshëndetje Shnet Baq, po ju shkruj me lëtë në sy. Sa po jom kthy prej pune, është vonë, krejt kanë ra me flajt, unë jom ull, pa energjie dhe s'po kam e kënë me fol. Sot e kom pas ditëlindjen, edhe sot më kanë shti me punu. I kam 24 vjet, jetoj me nanën edhe me 2 motrat e mia. Baba më ka den kur i kom pas 16 vjet edhe prej asoj dite jo munu me kon një fort, çdo ditë pa u anku me ju dal krah nanës e motrave. Punoj në kompaninë private. Edhe po thëm drejt, puna në qëtë kompani private ma ka shkatru jetën në depresion më ka qitë. Nuk lojnë me pushu as për festa, as për bajram, as për vitri, as për ditëlindje, rroga është e vogël edhe menzi mjafton për me ble harç. Bile ka njëherë as për harç nuk po na del. Nuk më vjen me dal kur, nuk pushoj kur, çdo ditë më doket e njëjtë. Ka njëherë munona me u dokë normal, po kur po mes vet natën veç po kaj. Nga kap një farë ankthi, një farë stresi që nuk po m'len me flejt, nuk po m'zen as gjume, po m'doket si kur jam i blokum, si kur s'po shot drit, nuk po kam ja majt. Nuk po moj me u dorzu, se familja jem varet prej meje, ama për një me jam shumë keq. Nuk po moj ma. S'po kërkoj kur gja, veç po du me dit, a mu një më muna i gjysh, se për një me jam shumë keq, kom shumë ankth. Faleminderit që po e lexoni edhe besoni që ka shumë ma shumë njerëz në sektorin privat që i kanë të njëjtat probleme. Ju lutna nëse keni ndonjë këshill, nashta më ndihmoni pak edhe njerëzve që ju këshyre. Qa po mendoni jo? A i keni problemet e njëjta?